الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وسلم تسليما مزيدا ليس برهيت الله falendrimi I gjithë I takon Allahut subhanahu wa ta'ala, mëshiruesit, mëshirëvërësit, krijuesit të gjithë shkajt. Ai është I cili me të vërtet meriton të adhurohet, të njësohet, të madhurohet. Salavat dhe selamet I dërgoj Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër, me lehtë Allahut disa minuta do t'i jetojmë, do t'i kalojmë me një histori nga historitë e profetëve dhe të dërguarve, një histori që përmendet në disa sure të Kur'anit. Shumë kemi nevojë për ta kujtuar veten me këtë histori në kohën në të cilën jetojmë. Shumë kemi nevojë të marrim mësime nga kjo histori me sprovat në të cilët sprovohemi. Shumë kemi nevojë të ndalemi të kjo histori dhe ta kuptojmë thelbin, domethënien e kësaj ngjarje që e cek Allahu subhanahu wa taala në librin e tij famëlart. Shumë kemi nevojë për një histori të tillë në kohën kur njerëzit janë larguar nga Allahu, kur njerëzit I ka kapluar brenga mërzia, në kohën kur ankohemi nga dëshpërimi, nga shqetësimet, nga zhgënjimi dhe vështirësitë të tjera. Do të jetojmë me këtë histori që ta forcojmë bindjen, imanin, moralin ton, që ta forcojmë lishmërinë ton me Allahun te bareke ve teala. Dhe do të kalojmë disa minuta me këtë histori duke u mbështetur tek Allahu subhanahu wa taala, të kujtojmë se dobia dhe dëmi janë në dorë të Allahut azza wa jall. Dobin, të mirën, hajrin, sharrin, khajri wa sharri min Allahi taala. Mira e keqja, të gjithë to janë në dorë të Allahut subhanahu wa taala. As e mira as e keqja nuk mund të godet pa vullnetin, dëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Sepse Allahu azza wa jall kur dëshiron diçka I thot vetëm bëhu dhe ajo bëhet. Kun feyekun. Në këto pak minuta duhet ta kujtojmë se çdo gjë është në dorën e Allahut subhanahu wa taala. Qetja në dorën e Allahut subhanahu wa taala. Toka është dorën e tij, krijesat janë krijesat e Allahut subhanahu wa taala. I gjithë sundimi takon Allahut subhanahu wa taala. Kullu shay'in halikun illa wajha Allahu subhanahu wa taala. Çdo gjë do të shkatërrohet përveç fytyrës së tij. Pra gjithçka do të marrë fund, çdo gjë do të shkatërrohet posa Allahut subhanahu wa taala. Vëllezër, kur dashuria ndaj Allahut rrënoset thellë në zemrat tona dhe kur besimi, qetësia dhe mbështetja tek Allahu forcohen në brendësinë tonë, atëherë nuk do të kemi frikë nga askush posa Allahut subhanahu wa taala. Ne nuk do të flasim për historinë prej fillimi deri fund të një profet për profetëve, por vetëm do të cekim diçka që na jep neve një mesazh shumë të rëndësishëm për kohën në të cilën jetojmë, për shkak të vështirësive të cilat na kanë kapluar, për shkak të sprovave dhe kështu me radhë. Ai është Yunusi alayhis salam. Yunusi alayhis salam. Allahu subhanahu wa taala e dërgoi Yunusin alayhis salam si pejgamber, edhe si të gjithë të tjerët pejgamberët e popullit I tij, në qytetin e Ninivës, pra në tokën e Irakut, në zonën e Mosulit.
Ai i ftoi si gjithë pejgamberët popullin e tij në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, në nishmërinë e Allahut azza wa jall. Ai urdhëroi që ata ta madhrojnë adhurojnë Allahun dhe mos t'i bëjnë rivalitet Allahut subhanahu wa taala. Mirë po, populli i tij refuzuan mesazhin e tij, nuk e pranuan. U përpoq her pas here, u mundu si të gjithë pejgamberët. Me plot durim sabër, u mundu, u përpoq, edhe me plot vazhdimsi ai i ftonte në rrugën e Allahut azza wa jall. Por ata u treguan kryeneç, me ndjemdhej dhe refuzuan thirrjen e Yunusit alayhis salam dhe nuk ju përgjigjen thirrjes së tij. Kur ky popull vazhduan në arrogancën e tyre dhe refuzimin e tyre, Yunusi alayhis salam u largua prej tyre. Normal pejgamberët kur dëshironin që të largoheshin nga vendi ose populli nëse nuk pranonin besimin, ata kërkonin lejen e Allahut subhanahu wa taala. Duke u bazuar në hadithin dhe fjalën e Abu Bekrit radhiyallahu anhu dhe sahabën përgjithësi kur se kishin vujtje nga mushrikët, i torturonin, e rehnin, i maltretonin dhe kërkonin që shpërnguleshin. Fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishte Allah nuk na ka urdhëruar dhe nuk na ka lejuar Allahu. Derisa kur Allahu ja lejon pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Abu Bekrit, ja Abu Bekr as-suhbah, shoqërim, më shoqëro. Kur Allahu subhanahu wa taala ja lejoi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam shpërnguljen. Yunusi alayhis salam u largua e zgënjur nga populli i tij, ai la popullin dhe doli nga vendbanimi i tyre, mirë po përpara se Allahu subhanahu wa taala të jepte leje për t'u larguar. Pra, ala pas leje, ai u largu nga populli i tij. Normal, asnjë profet nuk largohej nga populli i vet dhe nuk emigronte pa lejen e Allahut azza wa jall. Kjo është rregulla. Edhe për këtë arsye, sahabët e pyetën dhe kërkonin prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Yunusi alayhis salam ende leje nuk e kishte, por ishte i zgënjur, i lodhur, që me vazhdimsi ftonte popullin e tij në tauhidin e nishmëri, ata u treguan kryeneç, arrogant dhe refuzuan thirrjen e tij dhe Yunusi merr vendimin që të largohet nga populli i tij. U largua nga populli i tij, e la popullin e vet i zemëruar dhe u tha se do të vijë dënimi i Allahut. Kur u tha se do të vijë dënimi i Allahut pas 3 ditësh, ai u largu. Ama u tha se dënimi i Allahut do vijë pas 3 ditësh, njerëzit, populli i Yunusit u penduan, u largu. U largu mbi fshatin që mos t'u vjen azabi dënimi aty. Ama u penduan dhe u kthyn në besim. Me po Yunusi alayhis salam iku, ila. Duke menduar se ata kryeneç, arrogant, nuk besojnë, u largu. Kurse këto tash kthehen në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, edhe nga frika që Allahu azza jall mos i dënon. Ata e kuptuan se dënimi i Allahut mund të zbriste mbi ta. Dolën të gjithë nga vendbanimi i tyre dhe ju drejtuan Allahut subhanahu wa taala me porrullsi, pendim dhe lutje. Thot Allahu azza jall: "Falawla kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha ila qaum Yunus." Përse nuk pati ndonjë vendbanim që besoi dhe besimi i tij sillte dobi, përveç popullit të Yunusit. Kur ata besuan, ne u larguam dënimin poshtërus në jetën e kësaj bote dhe i lam të kënaqeshin deri në një kohë të caktuar. Kur ata u penduan sinqerisht, besuan dhe u drejtuan Allahut subhanahu wa taala, Allahu u largoi dënimin. Me po ndërkohë, Yunusi alayhis salam u largu. Ishte në një anije, në udhtim. Dhe kishte val që e lëvritnin anijen dhe thanë se këtu ka shumë pesh. Dikush do të hudhet për anijes, do të largohet. Se ndryshe ka me u përmbys anija, e kena me u fundos. Edhe të ira shorti pa ndërprej i bje Yunusit alayhis salam.
Edhe Yunusi a.s. e kupton se është dëshira Allahut, caktimi I tij që do të hidhet në ujë. Hidhet në ujë, pa cek historinë fillim fund, por ajo mesazhi që na intereson, hidhet në ujë dhe Allahu subhanahu wa ta'ala dërgon një balenë e madhe që e merr Yunusin a.s. në barkun e saj, në të cilën ka qëndru 6 muaj. Në të cilën balenë ka pas kafshë të ndryshme që I ka marrë balena në barkun e saj. Dhe thuhet I pari që bie në sejdë, që adhuron Allahun në bark të balenës, në brendin të detit Yunusi a.s. Se sikur mos ta kishte madhruar Allahun, mos ta kishte lartësuar, ai do të qëndronte deri në kiamet, në bark. E thot Allahu subhanahu wa taala, me të vërtet Yunusi ishte një nga të dërguarit, kur iku drejt anijes së mbushur plot, pastaj hodhën shortin, dhe kështu që shorti I vinte Yunusit a.s. Ama, sikur ai të mos ishte për atyre që e madhronin Allahun, do të kishte mbetur në barkun e saj deri në ditën në ditën e kiametit, kur njerëzit do të ringjallen. Mirë, Yunusi a.s. tash në barkun e balenës. Në errësirë nuk ka errësirë më të madhe. Një errësirë në realitet që përfshin edhe errësira tjera. Këtu më tash Yunusi është në 3 errësira. Errësirën e natës, errësirën e detit, është mrenda, dhe errësirën e barkut të balenës. 3 errësira. Dhe Yunusi a.s. edhe pse ishte në këtë gjendje, por ai nuk e humbi shpresën e Allahut. Diçka që nuk mund ta imagjinosh. Edhe pse në këto 3 lloje errësira, në thellësinë e detit, në barkun e balenës, nuk humb shpresën. Duke ditur se Allahu subhanahu wa taala do ta ndihmon. E çka? Në fillim ai mendonte se kishte vdekur. Mirë po, kur balena zbriti në fund të detit, ai dëgjoi krijesat e Allahut duke madhruar atë. Allahu subhanahu wa taala. Atëherë Yunusi filloi të lëvizte trupin e tij dhe kuptoi se ishte ende gjallë dhe se nuk kishte vdekur. Në disa transmetime përmendet se ai I bëri sejdë Allahut subhanahu wa taala dhe tha: O Zoti im, ky është një vend ku askush nuk të ka bërë sejdë përveç meje. Atëherë ju drejtua Allahut subhanahu wa taala me lutje dhe përulësi, edhe të cilën lutje Allahu ja pranoi. E tha Allahu azza jall: "Falawla annahu kana min al-musabbihin labitha fi batni ila yawm yub'athun." Sikur ai të mos ishte për atyre që madhronin Allahun, do të mbeteshte në barkun e balenës deri në ditën e ringjalljes. Nëse njeriu nuk është nga ata të cilët e madhrojnë Allahun, mbetet në errësirën e sprovës derisa kur të dha Allahu subhanahu wa taala. Ajo që njeriu e largon nga ose e nxjerr nga errësira e sprovës është madhrimi që ja bën Allahu te bareke ve teala. Këtë histori Allahu subhanahu wa taala e përmend edhe në surën Al-Anbiya, thot: "Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban wa dhanna an lan naqdira alayhi." Përkujto Dhannunin, pra Yunusin alayhis salam, I cili kur largua I zemruar mendoi se ne nuk do ta vështirësonim gjendjen e tij. Ai u largu. Aman duke menduar se vetëm largohet. Ja. Allahu subhanahu wa taala e sprovoi me këtë sprovë. Pra Allahu mendoi se nuk do ta vendote në ndonjë sprovë, por e sprovoi. Tash për këtu gjendet një mësim I madh për ne. Sa do e lartë të jetë pozita e njeriut, a është pejgamber, a është kretar, a është dietar, a është hoxh, a është baba, sa do që të jetë e lartë pozita e njeriut, sa do I devotshëm që të jetë njeriu, ai përsëri mund të gaboj dhe të mbahet përgjegjës për gabimin e tij. Pse njerëzit kur të shkojnë te Ademi alayhis salam ditën e ahiretit, ditë thonë:
o baba im, bën shefat për ne. Çka do thot gjuna i tim. Derisa të vijë rendi të shkojnë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Allahu e sprovoi për ta eduku, për ta ngritur, dhe kështu i sprovon edhe besimtarët dhe dietarët për t'i edukuar dhe për t'i ngritur dhe për t'i pastruar dhe për t'u pastruar gjunahet e mëkatet. Në ato 3 errësira, Yunusi alayhis salam nuk ju anku askujt. Ai s'kishte asnjë njeri që ta ndihmonte, ai s'kishte asnjë rrugdalje tjetër, rruga e vetme ishte Allahu. Në thellësinë e 3 errësirave më të mëdha. E prandaj thiri, fanada fi dhulumat, pasi që s'kishte kush ta ndihmon, kush ta shpëton dhe ta nxjerrë nga këto errësira, ai thiri në errësirën e sprovave, pra në 3 errësirat, an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin, ti je i lartësuar, nuk ka të adhuruar me të drejtë posteje, ti je i lartësuar, vërtet unë kam qenë prej zullumçarëve, inni kuntu minadh zalimin. E Allahu çka tha? Fastajabna lahu, dhe ne tha ju përgjigjëm atij. Mas kësaj thirrje, la ilaha, ti je, nuk ka të adhuruar me të drejtë posteje, ti je i lartësuari. Mas fjalës së tauhid-nishmërisë dhe pranimit të fajësisë, dobësisë dhe gjunave, Allahu subhanahu wa taala ja pranon lutjet. Fastajabna lahu, ne ju përgjigjëm lutjes së tij. Wa najjayna, dhe shpëtuam. E shpëtuam nga brenga dhe kështu i shpëtojmë edhe besimtarët. Dikush do thot me, ky ishte pejgamber. Po ndëgjoj fundin e ajetit. Wa kadhalika nunjil mu'minin, kështu i shpëtojmë edhe besimtarët nga brengat. Kur dëshmojnë, deklarojnë se Allah është një i vetëm i pashoq, dhe pranojnë fajsinë dhe dobësinë e tyre, dhe mëkatet që ja bojnë Allahut subhanahu wa taala, dhe i luten Allahut, Allahu i nxjerr nga errësira e brengave ose lloje të ndryshme të errësirave. Ky nuk është vetëm vëllezër tregimi një profeti, po është një premtim nga Allahu për çdo besimtar. Se përdesa besimtari i lutet Allahut azza wa jalla në këtë mënyrë, dhe kërkon ndihmë vetëm prej tij, dhe vetëm atij i drejtohet, dhe është i bindur Allahu subhanahu wa taala, Allahu do ta nxjerrë nga llojet të ndryshme të errësirave, brengave, mërzive, shqetësimeve, dhe Allahu do ta shpëton. Si shpëtoi Allahu Yunusin nga errësirat e detit, Allahu është në gjendje gjithashtu ta shpëtoi edhe umetin në përgjithësi. I gjithë umetin. Ty, unë, nga errësirat e brengave, sprovave, pikëllimeve, vështirësive, por nëse i drejtohemi Allahu subhanahu wa taala me besim, me sinqeritet. Mirë është tash të ndalemi pakës te disa mësime në lidhje me këtë ngjarje. Çka mësojmë neve nga kjo histori, nga kjo ngjarje që ka ndodhur Yunusit alayhis salam, dhe çka duhet të veprojmë ne si musliman. Pikë pari, devotshmëria është shkaku i shpëtimit. Pa devotshmëri s'ka shpëtim. Çka është devotshmëria? Devotshmëria është të vendosh mes teje dhe devotshmëria pra të jetë mburoj mes teje dhe gjunave. Një limit, një kufi që ti nuk e kalon dhe të mbron dhe nuk bie në gjunahen harame. Pra duhet të realizojmë devotshmërinë dhe Allahut subhanahu wa taala, ashtu si që realizoi Yunusi alayhis salam, dhe si që realizoi edhe populli i tij kur pas u penduan dhe besuan. Pra, ajo që dëshmon dhe realizon devotshmërinë është pendimi. Ne pa ndërprerje mëkatojmë Allahun subhanahu wa taala, por shumë pak tauba, shumë pak pendim. A pa ndërprerje bëjmë gjuna Allahut subhanahu wa taala. Ne duhet të kthehemi tek Allahu për të na nxjerrë nga errësirat e mbregave dhe shqetësimeve të kësaj dynjaje. Përderisa ne aty mëkatojmë Allahun, aty dëshirojmë të dalim nga errësirat e ndryshme të kësaj dynjaje, nuk do të arrijmë. Por shkak se ne në fillim duhet
të shmangim i gjunave, harameve, gjërave të ndaluara. Thot Allahu Azza wa Jalla, lamma amanu kashafna anhum adhab al-khizy fi al-hayati ad-dunya. Kur ata besuan, ne u larguam dënimin poshtrues në jetën e kësaj bote. Muslimani nuk shpëton nga sprovat. Muslimani do të sprovohet. Pa tjetër, si që sprovu pejgamberët, si që sprovu dietarët, njerëzit e mirë, çdo kush do të sprovohet. Ato sprovat mund të godisin individin, mund të godisin familjen, mund të godisin shoqërinë, mund të godisin edhe ummetin. Ummeti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i gjithë ummeti është i goditur me sprova të ndryshme. Pas asaj edhe ne jemi të goditur me sprova të ndryshme në familje, shoqëri dhe kështu me radhë. E sot ne vëllezër shohim sprova kudo, çdo anë. Pra muslimanët shumë përballen me gjakderdhje, me padrejtësi, me zullum, me shtypje, vujtje. Prandaj shumë kemi nevojë që të drejtohemi Allahut subhanahu wa taala ashtu siç u drejtua Yunusi Allahut dhe popullit. Kemi nevojë të drejtohemi me këtë lutje dhe në këtë mënyrë siç u drejtua Yunusi alayhis salam. Fastajabna lahu wa najaynahu min al-gham. Ne ju përgjigjëm atij dhe shpëtuam nga brenga. Por si stan, dikush do thot pejgamber, jo, Allahu i ka shpëtuar, pastaj thot, "Kedhalika nunjil mu'minin", dhe kështu ne i shpëtojmë edhe besimtarët. Thot Allahu subhanahu wa taala, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib." Kush i friksohet Allahut, ai do t'i hap një rrugë dalje. Një rrugë dalje do t'i japë. Qysh si kjo të Allahu e din. Dhe do t'a sjellë nafakën nga aty nuk e pret. Nga aty ku nuk e pret, Allahu do t'a sjellë nafakën. Por vetëm nëse i friksohet Allahut, pra devotshmëria. Për mësimeve të kësaj ngjarje është edhe si të kërkojmë nga Allahu. E pam se si Yunusi alayhis salam kërkon për Allahut në çfarë mënyrë. Se jo në çdo mënyrë duhet kërkuar nga Allahu. Pra ka adab, ka mënyrë, ka metodë. Edhe në mënyrën kur të kërkojmë për Allahut ka edukat. Nuk mundesh drejt për së drejti ti drejtohesh Allahut që të kërkojsh prej tij. Në fillim duhet të dëshmojsh njohurinë e tij, ta lartësosh atë si Zot i gjithësisë, pastaj ta pranosh dobësinë tënde, gjunahet e tua, mëkatet e tua, e pastaj të kërkojsh prej Allahut subhanahu wa taala. Pra kur njeriu dëshiron që Allahu t'ia pranojë lutjen, dhe së pari ta madhrojë Allahun azza wa jall, dhe pastaj ta pranojë gabimin e vet. Sepse nuk ka dyshim të gjithë jemi mëkatar, të gjithë jemi gjunaqtar, të gjithë gabojmë. Askush nuk është i pagabueshëm. Prandaj duhet të shkojmë te Allahu subhanahu wa taala me porulësi, me devotshmëri, me sinqeritet, duke pranuar dobësinë dhe mangësinë tonë. Allahu është i fortë, ne jemi të dobët. Allahu është i pastër, ne jemi të varfërit. Prandaj lutja e Yunusit alayhis salam ishte kaq madhështore, tha la ilaha illa ant. Nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç teje. Një pohim i tauhidit dhe pika më kryesore në fenë Allahut subhanahu wa taala. Pastaj tha subhanak, i lartësuar qofsh ti. Subhanak, i lartësuar qofsh ti. Pra ti i pastër nga çdo makësi dhe emet. Pastaj pranoi fajin e vet dhe tha inni kuntu minaz zalimin. Unë tha vërtet kam qenë prej zullumçarëve. Pse? U largu prej popullit vet. Pa i dhanë leje Allahu subhanahu wa taala. Edhe plus populli i tij pranuan besimin, u kthyen tek Allahu subhanahu wa taala. Kjo është edukimi besimtarit. Fillimisht madhron Allahu, pastaj pranon fajin e tij, pastaj kërkon prej Allahut subhanahu wa taala për mëshirën e Allahut azza wa jall. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, diçka që tregon vlerën e lutjes së Yunusit që mirë ta dinë çdo besimtar. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, da'watu dhinnuni idh da'a biha wa huwa fi batn al-hut. Lutja e Dhinnunit Yunusit alayhis salam kur ai ishte në barkun e balenës. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam,
فإنه لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. Nuk ka një musliman ta lusë Allahu me këtë lutje për diçka e mos t'i përgjigjet Allahu. Nuk ka një musliman ta lusë Allahun për diçka me këtë lutje e mos t'i përgjigjet. Këtë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Këtë lutje mbahet, mësohet, sepse nevoja kemi të gjithë. Nevoja kemi të gjithë, të dobët kemi të gjithë, brenga kemi të gjithë, shqetësime kemi të gjithë, sprovat ne kanë kapur të gjithë, pasi që jemi të jetojmë në dynja do të sprovohemi, se sprovat janë në këtë botë, rahatllëki është në botën tjetër, andaj mësoj këtë lutje dhe pa ndërprerje lutu Allahut subhanahu wa taala me këtë lutje. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin. Ti je një i vetëm, dhe s'ka tjetër pos teje, ti i lartësuari, ti je larg çdo tmete. Me të vërtet unë isha nga zullumçarët. Prandaj vëllezër, kur na rëndojnë hallet, kur na shtohen sprovat, kur na mbyllen dyert, mos të harrojmë këtë lutje e Yunusit alayhis salam, sepse kjo është një nga lutjet më madhështore që na ka mësuar libri Allahut subhanahu wa taala. Si mësimi i tretë, të gjithë kemi nevojë për istighfar, për kërkim falje. Abu Bekri radiallahu anhu, një nga të përgëzuarit me xhenet, i pari i përgëzuarit me xhenet. Më i miri këtij umetit pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, më i dashuri prej burrëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ishte i pari që pranoi Islamin, ai që e shoqëroi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në shpërnguljen e hijret, i cili e shpenzoi gjithë pasurinë e tij në rrugt të Allahut subhanahu wa taala. Megjithatë erdhi ke pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: "O i dërguari i Allahut, më mëson një lutje që ta them gjatë namazit ose në namazin tim." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: "Thuaj: Allahumma inni zalamtu nafsi dhulman kathira." O Allah, unë kam bërë shumë padrejtësi vetit tim, vetësime. Wa la yaghfiru dhunuba illa anta, nuk i fal gjunat kush tjetër pos teje. Faghfir li maghfiratan min indik, më fal me një falje prej teje. Warhamni, dhe më mëshiro, innaka antal ghafurur rahim, se vërtet ti je falësi dhe mëshiruesi. Pejgamberi sallallahu këtë lutje ja mësoi Abu Bekrit, të cilën e praktikonte, i përgëzuar me xhenet, i pari që pranoi Islamin, gjithçka dha rrugt Allahut azza wa jall, e shoqëroi në migracion, në shpërngulje e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, më i dashuri të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, më i miri i këtij umeti pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i pari që pranoi Islamin dhe kërkon prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam t'ia mëson një lutje që do t'ia kënaqë shpirtin dhe do ta ndihmon. Ne as kemi nevojë? Ne as kemi nevojë për të lutje. Lutje që janë plot dhe të llojshme, që i gjejmë në Kur'an dhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që duhet mësuar dhe futur në praktik, që të shohim atë hajrin e kësaj dynjaje në praktikimin e fesë. Pra, vëllezër, të gjithë jemi gjunaqtar mëkatar, të gjithë kemi maksi, të gjithë kemi nevojë për faljen e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj shumë kemi nevojë ta përsërisim këtë dua, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin. Dhe lutjen që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja mësoi Abu Bekrit radiallahu anhu. Ky umet ka shumë nevojë për këtë lutje, dhe lutje të këtilla. Unë e ti shumë kemi nevojë për ta lutur Allahun subhanahu wa taala me këtë lutje dhe lutje të këtilla. Andaj mësoj këtë lutje dhe merr këtë si mësim. Dhe ky është qëllimi i këtij dersi dhe këtij mesazhi, si të dalim nga errësirat e brengave, shqetësimeve, vështirësive të kësaj bote, të kësaj dynjaje, duke ditur se të gjithë provohemi, të gjithë kemi vështirësitë tona në jetën tonë, cila është ajo që na ndihmon, cila është ajo që u ka ndihmuar pejgamberëve, edhe pse ne kanë qenë në sprovat më të mëdha dhe njerëzit më të sprovuar në dynja, rruzën toksor janë pejgamberët, edhe çka do të na ndihmon ne, është ajo që ka ndihmuar Yunusin alayhis salam, dhe do të na ndihmon edhe neve nëse fusim në praktik. Mësoj këtë lutje, mos haro,
lutja e Yunusit alayhis salam dhe që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka mësuar edhe Abu Bakrit, ai cili lut Allahun me lutjen e Yunusit alayhis salam, nuk ka një lutje për të cilën ai lutet e Allahu mos t'i përgjigjet atij. O Allah, siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, o Allah, më fal, më falë prej teje dhe më mëshiro se ti je falsi dhe mëshiruesi. Lutë Allahun azza wa jalla që Allah të na falet, na mëshiron. Vërtet është i vetmi një i pashok. Ai është i lartësuari lart çdo tëmete dhe ai është i cili meriton të madhrohet, të lartësohet, kurse ne jemi nga zullumçarët, nga ata që bëjmë padrejtësi dhe keq vetit ton, andaj kërkojmë që të na ndihmon, të na forcon, të na udhëzon, të na drejton prej errësirave, të sprovave të ndryshme kësaj dynjaje, të na nxjerrë, të na ndihmon. Lutim Allahun azza wa jalla që të na mbron neve, familjet tona, vlladet tonë, dhe në rrugën e drejtë të na drejton e të na forcon. Aqulu qawli hadha wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.